Jo, këto nuk kanë qenë së bashku, domethënë, ose pozitën e zëvendës kryeministrit dhe Ministrinë e Jashtme, ose në vend të kësaj udhëheqjen e kuvendit. Pra kanë qenë dy alternativa. Megjithatë, kjo ofertë unë vlerësoj që ka qenë e menduar mirë për t'u refuzuar. Pra është kalkuluar shumë mirë që të bëhet oferta që t'jetë e papranueshme për partnerin e koalicionit dhe pastaj që të demonstrohet gjëja vullneti për te kalim të krizës, por e papranueshme për ne sepse qytetarët nuk ju dhanë votë. Atëherë nëse qytetarët nuk ju dhanë votë, nuk është fakt që u bë i njohur sot apo dje. Këto janë prej 28 vjetorit të rezultate. Atëherë pse ftohet lidhja demokratike, kur dihet që kaq voti dha qytetari, kur dihet që i ka vetëm 15 numra në maksimumin e saj, dhe kur pas deklarimet një pas njëshme të zotit Kurti që nuk mjafton lidhja demokratike, nuk mjaftojnë 81 vota, synojmë 84-85 vota, në anën tjetër ftohej zoti Avdigjiku për t'u takuar. Pse me u taku me dikën që nuk i rritën numrat më shumë se 15 pas zgjedhjeve të reja dhe nuk bën as 84 vota. Pra ka një kundërthanie në deklarime dhe në veprime të zotit Kurti. Momenti kur unë përfundimisht u binda që do të shkojmë zgjedhje të reja ishte deklarata e zotit Kurti në mbledhjen e qeverisë, kur tha nuk kemi nevojë të shkojmë zgjedhje,